Partia Demokratike, gjatë qeverisjes së saj, kreu një revolucion në arsim, përmes reformës tërësore të sistemit, kurrikula moderne, trajnim efektiv të mësuesit, vlerësim objektiv të nxënësit dhe menaxhim modern të shkollës, deri tek dyfishimi i pagës së mësuesve, duke i kthyer dinjitetin e humbur këtij profesionit nderuar. Gjithashtu, gjatë qeverisjes së saj, Partia Demokratike ndërtoi 10 shkolla të reja. I informatizoi tërësisht ato, nga qendrat urbane deri te fshatrat e largët. Po për arsimin dhe mësuesit ka ende për të bërë. Ne jemi të shqetësuar sepse qeveria ka ngrirë pagat e mësuesve, pra Edi Rama ka vendosur të mos e rrisë shpërblimi financiar të tyre. Kjo është një masë shkurajuese, është një mungesë vlerësimi për punën dhe rolin e mësuesve në shoqëri. Gjithashtu, shkarkimi kundraligjshëm i drejtorëve të shkollave, e mësuesve për interesa partjak dhe emërimi në arsim i militantëve partjak të pakualifikuar është shërbimi më i keq që kjo qeveri po i bën arsimit, edukimit në vend. Dhe ne i bëjmë thirrje, i kërkojmë qeverisë që të tërhiqet nga këto qëndrime dhe masa.